Efekti I luftës në lindjen e mesme vijon të reflektohet në rritjen e çmimit të karburanteve në tregjet botërore, por tashmë edhe në atë vendas. 1 litër naftë në tregun shqiptar tregtohet me 206 lekë për litër, një rritje e cila pritet vijojë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Prej datës 17 qershor, kur zhvilluar mbledhja e fundit e bordit transparencës, karburantët kanë mësuar një rritje në rreth 19% në tregun vendas. Ndërkohë, referuar edhe informacione nga Ministria e Financave, pritet që javën e ardhshme të ketë një mbledhje tek e fundit për të vendosur rikthimin ose jo të bordit të transparencës. Efektet e konfliktit në lindjen e mesme vijojnë të reflektohen në çmimin e naftës në tregjet ndërkombëtare, por edhe në Shqipëri. Pas shpërbërjes së bordit të transparencës, çmimi I naftës në vend ka arritur në rreth 206 lekë për litër. Kjo rritje pritet të vijojë edhe në javët në vazhdim, duke u referuar zhvillimeve dhe tendencës së çmimeve në tregjet botërore. Sipas të dhënave që nga vendimi I fundit I bordit të transparencës I datës 17 qershor, ku nafta tregtohej me 176 lekë për litër, çmimi është rritur me rreth 19% brenda një muaji. Burime nga Ministria e Financave bëjnë me dije se gjatë javës së ardhshme pritet të zhvillohet një takim për të diskutuar situatën dhe mundësinë e rikthimit të bordit të transparencës. Ky opsion do të merret në konsiderat vetëm nëse çmimi I karburantit vijon të mbetet mbi 200 lekë për litër. Nga ana tjetër, shoqata e transportit u ka dërguar një kërkesë institucioneve përgjegjëse për shtyrjen e afatit të skemës së subvencionimit për shkak të rritjes së kostove të shkaktuar nga shtrëngtimi I naftës. Ndërkohë, situata e tensionuar në lindjen e mesme vazhdon të ndikojë në luhatjet e bursave ndërkombëtare të naftës. Sipas të dhënave të platformës Investig, çmimi I një fuqie nafte Brent ka arritur në rreth $95. Pas një periudhe qetësimi kur çmimi I naftës Brent dukej se po stabilizohej, zhvillimet e fundit në rajon kanë rikthyer presionin mbi tregjet ndërkombëtare, duke rritur pritshmëritë që çmimet të mbeten të larta dhe në ditët në vijim.